Mirëmëngjes të dashur teleshikues. Vazhdojmë me programin ton këtu në Një Report Good Morning Fitness. Vazhdojmë me stretching ton. Kemi thënë që do zgjojmë trupin, do bëjmë lëvizjet e duhura për muskujt tan, do bëjmë ngrohjen e tyre dhe të bëjmë demonstrimin e 2 ushtrimeve. Dje thamë që do flasim për tricepsin dhe bicepsin. Do bëjmë ushtrimet pa i rënduar ato, për t'i treguar pjesës feminile që ju mund ta punoni muskulin dhe ai nuk fryhet, por thjesht tonifikohet dhe heq pjesën yndyrore duke u punuar sepse muskuli lëshon energji. Vazhdojmë me stretching. Tërheqim qafën. Në krahun e majt qëndrojmë. Në krahun e djathtë qëndrojmë. E rrotullojmë atë për të bërë zgjatjen dhe eliminojmë kontraktimet apo tërheqjet e padëshiruara gjatë ushtrimeve të mëvonshme. Vazhdojmë me duart. I ngrejmë duart lart. I kalojmë ato anash, të cilat tërheqin njëra tjetrën duke na ndihmuar dhe në kyçe. Pa i lëshuar duart, i lëvizim ato. Kalojmë pas, i shtym pas, kalojmë dhe mbrapa duart, mbrapa belit i tërheqim. Jemi akoma të lidhur. Bëjmë dhe tërheqjen e deltoidit të parë. Vazhdojmë me pjesën e shpinës. Ulemi, i vendosim duart pas këmbëve, qëndrojmë. I hapim këmbët, zjatemi para, bëjmë 2 hapat përpara. Më falni për pozicionin, por më duhet të bëj demonstrimin e saktë. Vazhdojmë, ngrihemi në majtë të gishtave për të zgjatur pulpat ose gastrocnemiusin. Mbështetemi mbi duar dhe këtu ku jemi bëjmë dhe lëvizjet e kyçeve. Pra, stërvisim dhe kyçet, i ngrejmë ato dhe i ulim. I ngrejmë, i ulim. Kyçi kam thënë që na ndihmon të jetë i fortë për të mbajtur peshat për personat që stërviten dhe janë në proces të avancuar sporti. I bashkojmë pa këmbët dhe i ulim përpara. I ulim, duke ngritur në majtë të gishtave. I ulim, i ulim. Të riqemi pas, duke ngritur avash, dhe duke mbushur me frym. Rregullojmë frymarrjen dhe bëjmë një stretch të avancuar të këmbëve sot. Kur keni probleme me këmbët dhe i keni rënduar në kardio, pas kardios ju duhet të bëni një stretch të avancuar të këmbëve. Qëndrojmë, zjatemi pas. Pra, ne po zgjasim quadricepsin. Po të ngrihemi pak, e mbajmë të tensionuar këmbën, duke ngacmuar të gjithë muskujt e këmbës në tendosje të tyre. I shtym duart pas për të tendosur gjithashtu dhe muskujt e deltoidit të parë. E ndrojmë këmbën, kthehemi, mbështetemi në tokë, tërheqim duart pas. Ngrihemi nga toka, duke mbajtur gjurin disa centimetra larg tokës. Vazhdojmë me 2 duart që të zgjasim dhe deltoidin e përparëm. Ky ushtrim është i domosdoshëm sepse këtë ushtrim në gjatë lëvizjeve të së ditës nuk e hasim, se duart i kemi gjithkohës përpara. Vazhdojmë me këmbët. Njërën këmbë mbajmë drejt me gjurin, tjetrën e zgjasim gjithashtu drejt maja gishtave për të bërë tendosjen e muskujve. Mbështetemi në një këmbë dhe e mbajmë 20 sekonda. Në momentin kur u keni një tërheqje të pjesës së brendshme të këmbës, këmba mbahet në këtë pozicion ose në këtë pozicion, varet pjesën e tërheqjes që ju keni. Po të zgjatemi në një lëvizje me gradë 30, nga pas kemi tërheqje të plotë të pjesës së brendshme të këmbës. Pra, kemi një lërim të muskujve të brendshëm. Ai është muskuli që gjatë fitnessit pëson tërheqje, sepse jemi në një muskull të cilin nuk e lëvizim shumë gjatë ditës dhe muskujt e brendshëm zakonisht pësojnë tërheqje. Pra, këto janë disa pozicione për të bërë zgjatjen e këmbëve. Gjithashtu janë dhe pozicionet shtrirë, kur ne ulemi, pozicion
pozicionohemi në tapet, mund t'i hapim sa mundësi kemi, pa vajtur deri në sparkat, sepse nuk na nevojitet për stretch. Vazhdojmë tërhiqemi duke kapur majat e gishtave. Gjithmonë kapen majat e gishtave. Në këtë moment ne zgjasim dhe pjesën e shpinës, pjesën pas të shpinës. Një tjetër stretch i rëndësishëm është pozicionimi në palosje gërshëre të tërhequr të njërës këmbë. E shtym me një bryllin e anës tjetër, pra këmbën e djathtë e shtym me bryllin e dorës së majt dhe tërhiqemi, duke tërhequr trupin përpara dhe duke shtyr me dorën pas. Pra kjo na ndihmon për të bërë stretch të pjesës së jashtme të këmbës. Vazhdojmë dhe anën tjetër gjithashtu. Këto janë stretchet të rëndësishme të këmbëve. Tërhiqemi para. Kemi dhe pjesën e quadricepsit. Stretch më i rëndësishëm, duke u ngritur dhe duke shtyr lart. Shtym, shtym, shtym. Kemi një tërheqje totale të quadricepsit. Vazhdojmë me gjurin e japim nga pas, me pjesën e gjurit. Kemi dhe një kontraktim të gluteusit maksimum. E njëjta gjë dhe me këmbën tjetër. E mbajmë të palosur dhe mundohemi ta shtyjmë atë. Zjatemi para për të bërë një zjatje të muskulaturës së gluteusit dhe të shpinës. Siç e shikoni, stretching është një proces më vetë dhe zjat. Është një proces i domosdoshëm përpara stërvitjes. Këtë ju duhet ta bëni çdo ditë përpara stërvitjes dhe në fund të saj duhet bëni stretching të muskujve që ju keni punuar. Vazhdojmë me muskulin e tricepsit. Do marrim një elastik të lidhur 25 cm të gjatë në gjendje të lirë. Është një elastik që krijon tendosja dhe na ndihmon për fibrat, për të nxjerrë fibrat e këtij muskuli dhe për të krijuar tension në mënyrë që ai muskul të formohet, të lidhet dhe aty të qarkullojë sa më shumë gjak. Jemi në pozicionin siç e tërheqim dhe e stretchim këtë muskulin e tricepsit pas. Vazhdojmë. E njëjta gjë është dhe këtu tek dora tjetër që ne e stretchim ato. Me elastikun ne do fillojmë të punojmë. E mbajmë elastikun në këtë pozicion dhe e tërheqim dorën gjithmonë të prirur për ta ngritur lart drejt, pa lëvizur asnjë pjesë tjetër të trupit. Siç e shikoni, punohet vetëm ai muskul. Pra punohet në tërë gjatësinë e tij. 1, 2, dora tjetër është thjesht mbajtëse dhe tjetra lëviz dhe bën lëvizje sportive mekanike. Pra 1, 2, 1, 2. Atëherë, ky ushtrim përsëritet 15 herë, her 5 apo 6 seri. Këto muskuj nuk punohen çdo ditë. Këto muskuj maksimumi punohen 3 herë në javë. Këto muskuj kërkojnë pushim në mënyrë që të rikuperojnë indet, veten, të mbushen me gjak dhe të marrin formën e tyre të përkryer. Këto janë ushtrime feminile. E përsëris, janë ushtrime feminile, pa pesha, janë për të nxjerrë fibrat dhe për tonifikim. Njëjtin element fitnessi. Elastikun ne do bëjmë bicepsin. Do pozicionohemi ulur. E vëmë atë në tokë dhe jemi në këtë pozicion. Okej. Dora merr drejtimin e saktë dhe kemi lëvizjen mekanike. 1, 2, 1, 2. Pra jemi në pozicionin 90 gradë, punojmë atë 90 gradë, jo në pozicion të shtrirë. 1, 2. Muskuli ka disa gradë, disa pozicione për të punuar. Ky është një ndër ushtrimet që i nevojitet femrave për fibrat e tyre dhe nuk është për volum, por është për tonifikim. Pra këto janë ushtrimet tonifikimi. E njëjta gjë bëhet edhe me dorën tjetër. Do kthehemi, pozicionohemi, elastiku poshtë këmbës, dora pozicionohet nga brenda këmbës në formë të drejtë 90 gradë. 1, 2, 1, 2. Kemi dhe ushtrime me pesha. Janë pesha të vogla për femrat. Atëherë, unë kam një peshë 3 kg për fuqinë e muskujve të mi është më se normale. Mund të merr një 0.5, 1 kg, 2 kg, atë që ju përballoni. Janë ushtrime bazë për
për muskulin e tricepsit. Jemi mbrapa koke, e njëjta gjë si me elastikun përsëritet dhe me peshë. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Për një rezultat të mirë, këtë ushtrim ju duhet ta bëni 15 deri në 20 herë, herë 4 ose 5 seri. Pra e përsëris 15-20 herë, 4-5 seri. Vazhdojmë. Jemi në këtë pozicion po prap me dorën e djathtë. Mbrapa koke ulim dorën pa lëvizur asnjë pjesë tjetër përveç para krahut. Do ndjejmë tension pikërisht në muskulin që po punojmë. Në momentin që ju nuk keni djegje në muskulin që po punoni apo nuk e ndjeni atë, ju po punoni muskulin e gabuar ose s'po bëni hiç. E njëjta gjë bëhet me të dyja për tricepsin. Vazhdojmë përsëri një ushtrim tjetër për tricepsin. Do t'i ngrejmë ato lart dhe do t'i ulim pas koke. Pra, po ta vinjere, i kam kapur të dyja në pjesën fillestare dhe i ul nga pas dhe i ngrej lart. Ul para krahun, e ngrej lart pa lëvizur asnjë pjesë tjetër të trupit. Jemi në pozicionin e punimit të tricepsit. Këtu punohet vetëm muskuli i tricepsit. Janë ushtrime, quhen ushtrime single, pra që punojnë vetëm një muskull. Vazhdojmë. Pra, ky ushtrim si tjetri përsëritet 15 deri në 20 herë, herë 4 ose 5 seri. Këto ishin dy ushtrimet bazë për tricepsin që i shërbejnë femrave për tonifikimin e tij. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të bicepsit, e mbyllim si set krahun për femrat. Jemi në ushtrimin e bicepsit. Kemi 3 lëvizje të bazë të bicepsit që femrat duhet t'i bëjnë. Mund t'i kombinojnë bashkë ose mund t'i bëjnë një nga një duke i ndarë mes seri. Kemi pozicionin e ngrojes drejt. Pra drejt me tricepsin, vjen pesha drejt me supin. Jemi në këtë pozicion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjo përsëritet 20 deri në 40 herë, pra i bie 20 në një krah 20 në një tjetër që të ketë rezultat. Vazhdojmë është pozicioni tjetër përpara. 1, e zgjasim poshtë, pra kemi zgjatje të plot të krahut. Po punojmë muskulin e bicepsit në tërësi. Nuk e mbështesim dorën në trup, mos krijoni baza. Lëreni atë në ajër që e gjithë pesha dhe tensioni të shkojë në muskul. Pozicioni tjetër është nga brenda ku kapet dhe pjesa e parakrahut. Parakrahu është tejet i rëndësishëm sepse na ndihmon që ne të rezistojmë gjatë ushtrimeve me pesha. Jemi në këtë pozicion. Dhe ky ushtrim bëhet 20 herë deri në 40 herë, pra i bie 20 për krah, herë 5 seri. Vazhdojmë. Pozicioni tjetër është dhe shumë i mirë për bicepsin. Gjunjë qëndrojnë pak të përthyera sepse krijojmë një bazë mbështetje për trupin. Dhe krahët i kemi të hapura dhe i mbyllim në V. Vazhdojmë. Këtë ushtrim duhet ta përdorni sa më shpesh, sepse e kap muskulin në tërësi bashkë me zgjatjen e parakrahut. Pra, ky është ushtrimi V. Këtë ushtrim ju mund ta kombinoni në mënyrë të këtillë. Bëjmë lëvizjen mekanike drejt vertikal, kalojmë në lëvizjen drejt, duke mbajtur dorën paralel me supin, në gishtat tanë, dhe kalojmë direkt në V, pra pa ndaluar i lidhim 10, 10, 10, bëjmë një set 30-ash. Ky është një ushtrim shumë i mirë për bicepsin ton. Këtu mbarojmë me ushtrimet tona. Unë e di që kam konsumuar të gjitha minutat që kam në dispozicion, por do doja që të flisja për një kuriozitet, meqense hapësira jon dietike për sot nuk ka minuta kom. Pyetja jon do ishte a mund t'i gjejmë të tëra në një. Pra vlerat ushqyese të gjitha që na nevojiten për trupin ton dhe gjatë kohës që stërvitemi që na duhen vitaminat, fibrat, elementet anti-yndyrë për na rregulluar kolesterolin, këto ne mund t'i gjejmë të gjitha tek brokoli. Brokoli është mbreti i ushqimeve. Tek brokoli ne gjejmë zing, hekur, fosfor, gjejmë elementet e vitaminave A, E, beta-karotenin, vitaminat B që na nevojiten për syt, lufton kancerin e gjirit, lufton tensionin e lartë, na ndihmon në sistemin imunitar, na ndihmon në rregullimin e insulinës duke qenë i pasur me krem. Pra, brokoli na nevojitet për gjithçka dhe mira do ishte
që të zihet, vlerat ushqimore t'i marrim të zjera, duke mos e gatuar apo të skuqur ato më shumë se 30 minuta, sepse vlerat ushqyese largohen. E mbyllim për sot, takojmë nesër në të njëjtën orë këtu në një report me të reja të tjera. Mirupafshim, ju urojmë një ditë të këndshme.